Në kuadër të fushatës zgjedhore, kandidati për kryeministër dhe kryetari i nismës socialdemokrate Fatmir Limaj ka zhvilluar takim me ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës të organizuar si vullnetar në Malishev, ku ka shpalosur programin e kësaj partie. Gjatë fjalimit, Limaj ka kujtuar periudhën e luftës dhe angazhimin e përbashkët të bashkëluftëtarëve, duke bërë thirrje që edhe në rrethanat e sotme politike të ruhet fryma e mobilizimit e bashkimit, po organizohen grupe vullnetare dhe po i përgjigjen ftesës për me qa rrethimin bashk, ju e dini që pa zgjerim dhe pa juve, këto punë nuk bëhen. Ju falenderoj që keni marrë iniciativën e vullnetarisht me gjithë shokët bashkëluftëtar, të rreshtohemi që këto ditë që kanë mbetur kudo që të mundemi të punojmë bashkë dhe të zgjerojmë rrethin ton më shumë për t'i arritur objektivat tona, ka thënë Limaj. Ai ka theksuar se edhe gjatë luftës me mungesë komunikimi dhe mjetesh, ish luftëtarët janë përgjigjur thirrjes dhe urdhrave, duke vepruar në rrethana që sot sipas tij janë të vështira për t'u imagjinuar. Ai ka rikujtuar përballjen me forcat serbe dhe mbrojtjen e popullatës civile, duke vlerësuar rolin e ish ushtarëve në zonat ku, siç tha, u mbrojtën mijëra banor. Çka ka anashti në këtë angazhim? Vullneti, rruga e mbar, rruga e drejtë, rruga e lirisë. Unë mundohem me thënë një gjë që nuk e kemi thënë shpesh, e ju e dini, ju që jeni ushtar, ju e dini në çfarë rrethanash kemi mbrojtur 85.000 banor. Këtu janë ushtarët e pikërisht atyre glykave, djemt të cilët me trupin e tyre e kanë mbrojtur çdo familje, çdo fëmijë, grua, plagë të rinj përballë forcave serbe, dhe ajo glyka jon ka arritur me sukses medalë, faqebardh, ka shtuar Limaj. Duke bërë krahasimin mes periudhës së luftës dhe realitetit të sotëm, Limaj tha se thirrja aktuale ka karakter politik dhe lidhet me angazhimin e institucionet e Kosovës për të ruajtur sipas tij vlerat e luftës dhe kujtesën historike. Ai theksoi se prezenca e nismës në kuvendin e Kosovës është e rëndësishme për ndërtimin dhe zhvillimin e shtetit si simbol të bashkimit dhe forcës politike. Sot jemi në një rrethan tjetër, ne e gëzojmë produktin e lirisë, e gëzojmë fëmijët tanë, jemi në rrethanën e ndërtimit të zhvillimit të shtetit. Kjo ftesa ime që ju keni përgjigjur për çarjet e rrethimit e ka kuptimin politik. Ne besojmë fort për prezenca jonë në Parlamentin e Kosovës është e rëndësishme për të ruajtur këto vlera, për trashëgimi, për të ruajtur memorien historike të drejtën e këtij vendi, për të vazhduar për të dhënë kontributin në ndërtimin dhe zhvillimin e Kosovës. Tani më kemi një objektiv që ne po e shohim që në numrin 122 është bashkimi, është forca, është dinjiteti, bashkimi i cili krijon një grupacion politik i cili është i gatshëm të fitojë zgjedhje. Kosova më shumë se kur ka nevojë për një mentalitet të qëndrueshëm, një mentalitet që lufton, që angazhohet, që beson aty që punon. Prandaj ne jemi bashkë krejt këto ditë me na u bashku këtij karvanit të vullnetarëve që vazhdon anë kënd Kosovës, ka nënvizuar Limaj. Në fund të takimit, kryetari i nismës socialdemokrate prezantoi edhe kandidatët për deputet nga kjo komunë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 28 dhjetorit.